Boni kujdes dozën e motra se janë të tentu mi marrë në qofë shumë prej neve. Pra, ka ende mashtrues të cilët ju premtojnë pro që hajde këto, na ta rregullojmë një kontratë edhe na jep pro 3.000 euro dhe na ta rregullojmë leje qëndrimin pa e shu Gjermaninë. Jo bre, nuk është e vërtet shpërndonë dozën e motra që ta shohin të gjithë, pavarësisht ta vjenin nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Preshev, nuk mundeni. Së fund mi pra e kemi një rast ku disa nga Kosova e kanë ngenu pra një prej Shqipërisë dhe i kanë thonë që hajde na ta rregullojmë një kontratë këtu, ja kanë marrë 3.000 euro dhe tash e kanë lënë pro kërkon. Pra kjo është mashtrim. Mani, ju kom thonë edhe në të kaluarën që nuk është e mundur heq, kush do që ju thotë, pra që po, pavarësisht në cilin land, në cilin pjesë të Gjermanisë, se asnjëherë nuk flas për një zonë të caktuar. Se ligji është që i thujnë këta pro në Gjermani Bundesweit njëjt, pro në të gjithë Gjermanin i njëjti ligj, pro sa i përket leje qëndrimit. Duhet të apliku pro çdo herë vizën me marrë një herë atje, për me pas drejt munol këto si punëtor, pavarësisht a me kualifikim a pa kualifikim. Shpërndonë vllazën e motra këtë video që ta shohin të gjithë pro ata të cilët pro dëshirojnë të vinë këtu dhe gënjehen, rrehen pro duke ju premtuar që pa e shu Gjermaninë prej këtu i t'janë rreshin letrat, nuk ka shanca. Unë ju përshëndes të gjithëve me respekt, Muhamet Bajram Mehmeti, kaloni sa më mirë.